Qytetar, miq, dashamirës dhe simpatizantë të Lëvizjes Bashk, jemi kthyer në podcastin e famshëm të Lëvizjes Bashk, që transmetohet nga faqja jonë në Facebook. Tashmë ne të dy, pas disa eksperimenteve të suksesshme, do të thoja Arlind, kemi përballje direkte sot, po ta shohësh jemi 42 ditë afër zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, edhe ajo çfarë do duhet ishte një shtet demokratik, një shtet normal, një fushatë elektorale ku njerëzit prezantojnë idetë e tyre, prezantojnë kandidatët e tyre, prezantojnë bilancet e tyre politike ose qeveritare. Shohim se skena politike në Shqipëri ka degeneruar në një palaçillok të pashembullt. Kemi në njërin anë kryeministin Rama, i cili përdori gjuhë urrëtie ndaj kundërshtarëve të tij politik, i cili ka përfunduar në një farë adoleshenti që bën bife edhe dise me kundërshtarët e tjerë politik, duke ju referuar këngëve të hip-hopit, shpesh me gjuhë jo të përshtatshme për dikë i cili është në krye të vendit. Kemi edhe nga ana tjetër shohim terren se si edhe pse shumë afër zgjedhjeve, në zgjedhje ku pushteti harxhon shumë burime, harxhon 10 miliona euro, harxhon edhe blen me mira orë kohë televizive, shohim edhe policinë e shtetit duke rrahur qytetar nga jugu në veri, nga Dukati në rjoll të Velipojës, nga Tragjasi në Zall Dajt, për hir të interesave të oligarkëve, për cilat Edi Rama, për marrëdhënien me të cilët Edi Rama ka 12 vjet që akuzohet, dhe tashmë kërkon edhe mandatin e 4. Edhe po ta mendosh se si jemi shumë afër pranë zgjedhjeve dhe martesa e shtetit me oligarkinë duhet kaq ashqare, para mendoje se çfarë do të ndodh nëse Edi Rama i fiton zgjedhjet elektorale të 11 majit. I nisim me radh. Po. Se preke shumë tema. Le ta nisim me karagjollëkun e Edi Ramës. Edi Rama është fatkeqësisht kryeministri i Republikës së Shqipërisë prej 12 vitesh, dhe në këto 12 vite, dështim pas dështimi, përkeqësim pas përkeqësimit të çdo parametri ekonomike dhe social, Edi Rama ka degraduar edhe në sjelljen e tij publike. Është kthyer në një person me një sjellje jashtëzakonisht ulët, në një karagjoz politik, në një njeri që e hedh fjalën pa dogan, në një njeri që bullizon, shan, fyen çdo kënd që i del përpara, edhe bën këtë gjë krenarisht. Kjo tregon që pushteti në Shqipëri të korrupton shumë, dhe 12 vjet për Edi Rama dhe Partinë Socialiste ka qenë vërtet shumë. Dhe sigurisht fakti që ata guxojnë ende pretendojnë që të qëndrojnë pushtet edhe 4 vjet tjera, edhe 8 vjet tjera, kush e di edhe 80 vjet tjera, nuk është një shenjë e mirë as për Shqipërinë, po as për minimumin e etikës demokratike në vend. Nga ana tjetër, Edi Rama ka të ngjashmit e vet. Të ngjashmit që kanë qeverisë një lloj si ai kur kanë pas pushtetin të shkuarën, duke vjedhur, duke u shërbyer oligarkëve, por të ngjashmit edhe në kuptimin e sjelljes, kuptimin e karagjollëkut. Më ka bërë shumë përshtypje një, ku diun, loj me video mesazhe që ka zgjatur disa ditë midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, se kush prej tyre ishte më karagjoz se tjetri. Nuk e di se si e kanë menduar, mbase u ka shkuar mendja se kësaj janë duke i shërbyer njëri tjetrit, janë duke i ngritur penalltin apo topin njëri tjetrit për vëmendje publike. Mirë po është i rënd fakti që 40 e pak ditë përpara zgjedhjeve në Shqipëri nuk diskutohet për ide, nuk diskutohet për programe, nuk kërkohet llogari atyre që kanë pas pushteti për atë që kanë bërë apo nuk kanë bërë, por vëmendja publike shkon tek këto që thua ti diset, apo tek përdorimi i këngëve Tu ja gjujt njëri tjetrit. Të zhargonit, le të themi, muzikor. Këto gjëra Arlini kemi pas bërë, ku kam qenë 16 vjeç me shoqët, po atëherë për fat mirë nuk ishim telefon, domethënë. Ndryshe, domethënë, si bën sot Lul Basha me Edi Ramën. Kjo është degradimi i jetës publike në Shqipëri, dhe që ka ardhur nga degradimi i jetës politike. Nga ana tjetër, nëse ti referohesh Sali Berishës, ai vazhdon me ato hakërrimat e veta, domethënë nga budallëqet e rrezikshme të tipit do ta zhdukim spakun si organizatë kriminale deri tek propozimet e lajfitura për, ku diun, një gjë dhe të kundërtën e të njëjtës gjë. Pra edhe disafishim të shërbimeve sociale, edhe jo për gjysmim, po pjesëtim për 4 të taksave për të gjithë shqiptarët. Jeta politike në Shqipëri fatkeqësisht,
po të përjashtojmë lëvizjen bash, është gjithnjë më pak serioze, shënjohet çdo ditë më tepër nga Karagjozllëku, nëse e mban mend mirë edhe dita kur regjistruan koalicionet dhe partitë në zgjedhje, ishte tamam dita e spektaklit të Karagjozllëkut, e deputetëve që trafikoheshin nga një parti në tjetër, nga një koalicion në tjetrën, brenda natës, brenda disa orësh. Nxirrte jashtë, si punë e këtij dashuri, se nxirrte jashtë Berisha, e fuste brenda Adriatik Lapaj, pastaj i nxirrte jashtë Adriatik Lapaj, e ftonte Edi Rama, futu brenda, i thoshte Sali Berisha, pse ike nga unë, hajde prap, si dy miq se të rënduar me njëri tjetrin, nga ky Karagjozllëk fatmirësisht ka shpëtuar vetëm Lëvizja Bashkë, sepse si parti serioze, si parti moderne, si parti që nuk është në gjuetit vipave, si parti që e sheh veten si bashkimi organik i njerëzve që kanë aspirata ideale të përbashkëta, ne sigurisht nuk kemi qenë asnjëherë në tregun e gjës gjallë të quajtur mercato politike, edhe as kemi afruar, as do të afrojmë ndonjëherë këta Karagjozët që ndrojnë partitë si kanatierët, madje nganjëherë më shpesh ndrojnë partitë se kanatierët. E vërtet, edhe që të qëndrojmë pak sa gjuhës banale, domethënë midis Edi Ramës, Lul Bashës edhe Saliut, po ta shohësh ka futur edhe ai Unikatilin, domethënë të përzihem me Çifteli. Edi Rama po mburr para disa ditëve për mbylljen e TikTokut. Është investuar personalisht që ta përzoj rrugaçin e lagjës edhe të shkollës nga telefonet e të rinjve, e fëmijëve, e plegjve, atyre në mesomosh edhe gjithve. Ndërkohë shohim i njëjti kryeministër, i cili deri para pak kohësh merrte këtë rolin e patriarkut, e babait të madh dhe të dhëmshur për bijtë e tij që janë nxënësit në shkollat e Shqipërisë, i cili takon Umburse, ka takuar mbi 70.000 prindër dhe ka marrë miratimin e tyre për mbylljen e TikTokut, arrin të kthehet vetë në një personazh TikToku, si këto Kozaku, Diamanti Blu, Ujku i Shiaku, cilët dora në zemër janë edhe më të sinqertë se sa vetë Edi Rama. Edi Rama nuk është patriark, është shumë më keq se patriark. Është lapangjoz, është një politikan i cili ka hyrë në llumin jo vetëm të aferave korruptive, po edhe të sjelljes publike. Edi Rama është si ata krye familjar, funde krye të degraduar, edhe që abuzojnë pasaj me shtëpinë e vet, bëjnë rrushe kumbulla, pasurinë e vënë ndërbreza të familjes, lënë antarët e familjes tjerë pa bukë, edhe pa veshje dhe pa asgjë, dhe vetë konsumon me shoqërinë e tij, me oligarkët, të gjitha të mirat e sotme dhe të ardhmes Shqipërisë. Se ti nuk mundet të jetosh sot në Shqipëri si pensionist, të marrësh 90 pak mijë lekë të vjetra pension në muaj dhe të durosh të tolerosh një kryeministër i cili jo vetëm pasurohet vetë, por pasuron të gjithë shokët e vet në partinë e tij politike, e pasuron nga ana tjetër të gjithë padronët e vet në oligarkinë ekonomike. Pra, Edi Rama nuk ka as atë seriozitetin e rëndë të një patriarku. Unë sigurisht nuk po lavdëroj patriarkun sepse është një figurë e tejkaluar. Poza që merr ai është një figurë e tejkaluar, domethënë është një figurë që ka 1001 probleme, por Edi Rama është më keq se kaq. Edi Rama po them është një politikan lapërdhar, është një politikan që ka bërë rrushe kumbulla pasuritë e përbashkëta të Shqipërisë, është një politikan që nëpërmjet ligjeve të posaçme, speciale, u ka hapur oligarkëve dyert e të gjithë shtëpive tona, e të gjithë pasurisë së përbashkët, dhe në pamundësi për të dhënë llogari, i paaftë për të thënë çka arritur ai dhe Partia Socialiste në 12 vjet që ka pasur pushtetin, ka zgjedhur Karagjozllëqet. Pra ka zgjedhur ta devijojë vëmendjen përmes kësaj performance prej Karagjozit. Dhe po ta vësh re, pjesa më e madhe e rivalëve të tij shkojnë mbas fijes, sepse dhe atyre u intereson loja në terrenin e Karagjozllëkut. E vetëm parti që thot ndaluni dhe hajderi në terrenin e diskutimeve programore, e kërkesës llogarisë për vendimet dhe ligjet që keni bërë, është Lëvizja Bashkë. Politika është një aktivitet shumë serioz për ta pas ndorë klounët. Është e vërtet, po fatkeqësisht kjo ideja e spektaklit ose modeli i spektaklit ka përmbytur krejt jetën publike edhe jetën politike. Është krijuar iluzioni se sa më karagjoz t'jesh, sa më fyes e tallës t'jesh me kundërshtarët e tu politik, sa më hileqar t'jesh në diskursin publik, sa më kopjaci për cip t'jesh
ideve të tjerëve. Populist dy legësh. Sa më shumë emfaza të bërtitura, klithma, Bombastike. poza prej heroi që ka shiruar treqerekun e Evropës të marrësh, është krijuar iluzioni se kësaj tërheq vëmendje dhe simpati. Me siguri vëmendja tërheq, sepse një lloj si një njeri që del lakuriq në rrugë do i tërheq vëmendje të tjerëve, se kur s'është mësuar syri do shkosh e do të shohësh edhe një pamje të pakëndshme. Mirë po, iluzioni tyre është që kësaj tërheqin dhe mbështetjen e njerëzve. Jo, shoqëria shqiptare është shumë e pjekur se këta karagjoz, dhe unë besoj do t'i ndeshkojë të gjithë. Edhe janë shumë poshtë, Arlin, thonë kështu e do populli. Domethënë e ulin, domethënë popullin në batakun edhe në lucin edhe në knetën në cilën ata janë vetë. Po un kam një pyetje tjetër që i fenomen tjetër që më ka bëu habi gjatë kësaj fushate elektorale. Fushata elektorale realisht është hapur, pavarësisht se KQZ-ja thot vetëm në 11 maj, ne po i shohim kundërshtarët tanë, partitë e mëdha politike, që pavarësisht se mund gjubiten sipas ligjit, nuk e kanë fare problem të kalojnë në fushat hapur agresive, dhe po bën habi edhe mënyra se si këta e konceptojnë votën, Arlind. Po shija Tërmet Peqin, kryetari i Bashkisë Tepelenës, se si i hakërrej Edi Ramës, komandant, e di se çfarë bëjnë për gjysmë vote, komandant, si manjak votar, si pervers votar, si fundamentalist elektoral. Edhe pyetja ime që po i bëja vetes realisht kush drejt që mendon se është Tërmeti, i cili gjithë pakënaqësinë që mund ta ketë një qytetar dhe që e shpreh ditën e votimit përmes shkuarjes në votime, ai si me magji do të thonë e transformon votën e tij. Cila është mrekullia që po bën ky? Po të shohësh edhe vetë Tiranën flet për votat, për 1 milion vota, 2 milion vota, domethënë për votat si far procesi, domethënë që tregon se në fakt këta ju thonë mbas edhe në mënyrë të pavetdijshme njerëzve se ne kemi mekanizmat që mund t'ju vejmë juve nën kontroll, mund t'ja u blejmë vullnetin, mund t'ja u blejmë pakënaqësinë, mund t'ja u blejmë individualitetin, se pavarësisht se çfarë të ndodhë, Edi Rama ta shes territorin edhe Republikën e Shqipërisë, ai prap do të ketë do t'i gjej votat, domethënë se ka i makineri, ka i parti me vete që ja bën votat atje. Tërmeti dhe tërmetët e PS-s, PD-s e kështu me radhë, sikur në Shqipëri të kishte shtetës drejtës, sikur në Shqipëri të kishte institucione aq të forta, sa që të ndëshkonin këdo që vjedh, këdo që blen votën e qytetarëve, këdo që premton vende pune në mënyrë të paligjshme dhe kërkon vota në emër të këtyre vendeve të punës. Pra sikur në Shqipëri të kishte shtetës drejtës, tërmetët me shok, jo vetëm s'do ishin kandidat, po do ishin me kon burg. Po edhe po t'i kishin shpëtuar burgut, s'do arrinin të merrin as votën e tyre, se jo më që s'do t'i votonte asnjë qytetar kudo nëpër qytete apo në fshatra, por zakonisht janë aq të pakvendur sa edhe në fletën e votimit nuk din të orientohen, do kishin votuar gabim. Më kupton? Fatkeqësia jonë është që nëpërmjet korrupsionit, nepotizmit, klientelizmit, nga do nëpër Shqipëri kanë marrë pushtet dhe rëndësi njerëz pa pikën e vlerës, dallkauk që do bënin me turp edhe njerëzit e shekullit 19. Më kupton? Këta tani konsiderohen si burra me namuz, si njerëz të pushtetshëm, si njerëz që zgjidhin punë. Në fakt janë hajdut ordiner, në fakt janë njerëz që kërcënojnë mësuesët, infermierët, mjekët, postierët, i kërcënojnë me vendin e punës. Janë njerëz që thonë do marr kaq vota dhe kërkojnë fotografimin e votës. Imagjino, janë njerëz cilët nga një herë shpërdorojnë dhe besimin fetar të njerëzve. Ne kemi dëgjuar sa e sa raste kur kemi shkuar nëpër Shqipëri që këta maskareni që blejnë vota të kërkojnë qytetarëve që edhe të betohen mbi librat e shenjtë, duke i fyer besimin besimtarët, duke fyer idenë e Zotit si mishërimi i së drejtës. Ja, ky është llumi që e qeverisë sot Shqipëri, edhe këta tërmetrit që i gjen nga do, më i gjen edhe në Tiranë, jo vetëm në qytetet periferike, po i gjen edhe në Tiranë, i gjen gjithandej, këta tashmë janë pushteti politik. Mirë po unë kam besim shumë te shoqëria shqiptare. Kam besim tek fakti që ne si shoqëri kemi avancuar shumë në kuptimin e kulturës politike, në kuptimin e vetdijes se gjërat duhet ndryshojnë dhe duhet modernizohen, saqë një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve kanë për të refuzuar këtë mënyrë të bërit politik, këtë dallkaullëk. Domethënë, ti të shohësh sot shkresat që vijnë nga maja e administratës publike, nga këta pra të zgjedhurit lokal apo qendror, do vësh re që niveli i njohurive i tyre edhe bazike gjusore është jashtëzakonisht i ulët. Shkruajnë shatra patra, po kupton, nuk din të formulojnë një ide. Nuk e di, a e ke vënë re ti që shumë pak përfaqësues të Partisë Socialiste dalin
në për intervista për në për debate. Nga njëherë mendohet që kjo ndodh sepse Edi Rama do ta përqendrojë të gjithë diskursin tek vetja. Por mendoj që arsyeja më e rëndësishme është kjo tjetra, që Edi Rama rrethohet nga njerëz komplet pa aft, nga njerëz komplet pa gdhëndur dhe ai ka turp t'i nxjerr këta njerëz në vëmendjen publike. Këta janë të aftë për të vjedhur, këta janë të aftë për të siguruar vota, po i nxorr rreth tij 95% kryetarëve të bashkisëve, 90% ministrave, 90% deputetëve, po i nxorrë të sotëm të flasin në hapësirën publike, do qesh i madh dhe i vogël me ta, sepse janë tërësisht pa gdhendur, pa aftë, ignorant, hajdut, korruptuar, pa vizion, ku diun. Më e keqja shoqërisë shqiptare. Ta marrë dhe një shembull tjetër, që ky është analfabeti, po është edhe i gjysmë arsimuari. Po dëgjoja para një 2 ditësh Ulsi Manjen, që është ministri i drejtësisë, unë nuk e di se si drejtëshin është bë Ulsi ministri i drejtësisë, e ka ndërguar në qarkun më problematik, dhe mendja ta rrok pse do ta dërgojë në qarkun më problematik, domethënë pikërisht për të bërë shantazh politik mbi element kriminal të zonës, se si thonte si ne thonte me një farë duke i bë, më falni për shprehjen edhe ju që na ndiqni, duke i bë orale. Kryeministrit të vendit thonte ne jemi nis me këto zgjedhje fitojmë edhe mandatin e 5. Ulsiu, se në fund ditës duhet jetë falendërues Ulsiu se ja ku është majët e pushtetit, thonte se ne do me thonë, nëse Rama del edhe qahet, se si ai edhe këtë mandat dhe pastaj do të rhiqet në jetën e piktorit ose të skulptorit që bë vazo me argjil, Ulsiu sikur ja tradhtoi këtë melankolin këtë monologun e re melankolik dhe tha që ne do fitojmë edhe mandatin e 5, 6, 35, 46. Tani kjo është shumë thyese për qytetarët. Qytetarët shqiptar votojnë në 11 maj. Ndërkohë që për pushtetin duket sikur ata do votojnë njëherë 11 maj dhe pastaj do ketë mos zgjedhje. Kupton? Po fitoi Edi Rama dhe PS-ja, mbase do anulojnë komplet zgjedhjet, do t'i konsiderojnë antikushtetuese, do i mbyllin siç mbyllën TikTokun, do i konsiderojnë zgjedhjet si forma të nxitjes së rrugaqërisë politike. Dhe meqense na duhet një moral i ri, pseudo moral i ri politik, Edi Rama mundet të dalë në përfundim, s'na duhen fare zgjedhjet, ja ku e ka populli të vetëm parti që i duhet, edhe kështu ta trashëgoj pushtetin brez pas brezi. Po kush ka respekt për qytetarët, nuk duhet marrë asnjë votë sigurt. Për mua kur pyesin sa voto do marrë Lëvizja Bashkë, unë them nuk e di. Nuk e di sepse unë kam respekt për qytetarët. Unë dua që Lëvizja Bashkë të marrë maksimumin e votave. Ne do punojmë që votat. Ne do punojmë që të bindim sa më shumë qytetarë që të votojnë për Lëvizjen Bashkë, por ne nuk konsiderojmë votat sigurta. Çdo të thënë votë sigurt, që tjetrin e ke në xhep, çfarë është tjetri? Probyt, sklavyt, që ta konsiderosh ti votë sigurt. Por PS-ja dhe PD-ja, edhe nga njëherë dhe këto partitë si motrat tyre, e kanë këtë lloj arrogancë, thonë kaq vota i kemi të sigurta. Po kupton? Tamam si ke edhe gazetar caktuar që thonë, shiko se sa më shumë afron zgjedhjet, domethënë njerëzit fillojnë edhe kthehen tek partitë e vjetra, votojnë në mënyrë tradicionale, se kjo pakënaqësia kritika është një farë luksi që ja lejojnë veten deri para do një javë para zgjedhjeve, ama në fund ditës thonë, ditën e diel thonë, njerëzit do shkojnë me votu ose Sali Berishën, ose Edi Ramën, nuk ka rrugë tjetër, domethënë. Këto të tjerat janë aventura, kjo dihet. Madje rrin duke ju referuar edhe sondazheve për shembull 2017-s. Kuptimi ku Edi Rama s'ka pas bë akoma gjysmën e hajdutërive që i ka bë sot. Shohim gjithandaj tendencë për restaurim. Populli po shërkon revolucion, këta, domethënë qoftë partive politike, qoftë opozitare, qoftë gazetarë të ndryshëm, edhe opozitar thonë që ja në vërtet jemi brenda kësaj PD-s ose PS-s edhe nuk dalim dot përjetësisht nga këta dyja. Këta që kanë këtë mendim janë zakonisht njerëz që e përçmojnë shumë popullin. Jo vetëm s'kan besim te populli, po e përçmojnë. E konsiderojnë popullin të paaftë për të marrë vendime të mëdha politike. Dhe çfarë bëjnë? Të keqen që e kanë në vete e shohin jashtë. Ka një shprehje, më duket, Hegeli që thotë e keqja më e madhe është syri që shet keqen nga do. Më kupton, dhe këta njerëz që shohin te populli të keqen, këta në fakt nuk arrin të kuptojnë që e keqja është e syri tyre, e keqja është të mendimi tyre, e keqja është e oportunizmi tyre, e keqja është e fakti që shumë prej këtyre
palo analistëve, janë të paguar nga partitë politike dhe oligarkët për të përhapur gënjeshtra, për të përhapur dëshpërim dhe pesimizëm. Më kupton? Populli shqiptar mund ndryshoj shumë çka. Këta me këtë që thonë që asgjë nuk ka përdryshuar, shqiptarët do votojnë përsëri o për Edi Ramën o për Sali Berishën, nuk janë duke konstatuar realitetin, janë duke uruar që të ndodh ashtu, sepse interesat e tyre ekonomike rreth parë janë të lidhura ngushtë me duopolin Rama Berisha. Është, si thua, edhe përgatitja e tyre, po ta vësh re sa njerëz han bukë në tryeza televizive shqiptare, vetëm përmes thashethemeve, çfarë tha Berisha për Ramën, çfarë ju përgjigj Rama Berishës. Sikur të zhduket ky lloj duopoli. Këta njerëz nuk do kenë më as koncepte për të përdorur, nuk do kenë më as ide, janë shumë të varfër. Merri ti 70% atyre që dalin nëpër televizion shqiptare dhe çojini diskutim i programin. Të dalin për faqe të zezë, nuk din asgjë. Nuk marrin vesh nga asgjë, më kupton? Dhe prandaj ata janë të interesuar në rreth parë që në Shqipëri të diskutohet gjithmonë telenovela Rama Berisha, Berisha Rama. Ndërkaq edhe listat e hapura, cilat u propaganduan shumë, domethënë kodi i ri elektoral i cili u propagandua shumë Arlind, edhe që shohim prej disa ditësh se si është kthyer në një shaka të madhe, në një dështim qesharak, edhe se si ata cilët na imponuan këtë kod elektoral, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike, në fund ditës nuk e respektojnë atë, nuk e marrin seriozisht atë. Kemi parë edhe partitë e reja politike, të cilat kanë bërë eksperimente politike, duke futur familjarët tyre në listat e tyre të mbyllura, çfarë në vetvete është problematike, edhe shumë kujt nga opinioni publik edhe i kujtoi këtë fenomenin e nepotizmit, domethënë, edhe familjarizmit që ka qenë politikën shqiptare mbasën deri në 2010-ën, deri para një dekade, e pam të rikthyer tashmë, dhe kemi edhe lista televizijës bashkë, cilat janë lista sa më plurale, domethënë me përfaqësues nga gjitha shtresat e shoqërisë, qoftë nga të shkolluarit, qoftë nga punëtorët, qoftë nga pensionistët, qoftë nga pakicat edhe nga minoritetet e tjera. Kemi folë shumë gjatë për listat e hapura ose listat e mbyllura, ama po shohim se si është bëj çorap i madh i cili vetëm sa do ta dëmtoj, edhe nuk e di se kujt i konvenon në të vërtetë dëmtimi i zgjedhjeve të lira edhe normale elektorale. Mënyra se si janë konceptuar listat e hapura nga PS-ja dhe PD-ja dhe si janë implementuar ato, ka sjell për rezultat këtë Karagjozllëk. Pra Karagjozllëku ka qenë i pashmangshëm, sepse listat e hapura, pjesërisht të hapura në një sistem rajonal, me çdo parti që duhet propozoj 186 deputet, do të prodhoj me siguri këtë lloj Karagjozllëku. Ne si Lëvizje Bashke kemi refuzuar këtë Karagjozllëk, prandaj kemi mbajtur zgjedhjet demokratike brenda partisë tonë dhe të gjithë kandidatët në lista janë vendosur në bazë të votës së antarësisë dhe të Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashke. Të tjerët që s'janë parti, që janë konglomerat individesh, ku secili kërkon vot vetëm për veten e vet, shtegu i vetëm i mundshëm ka qenë Karagjozllëku i mamit, babit, motrës, vllajit, gruas, vjerrës, kunatës, kandidat për deputet. Më kupton? Sepse duke mos qenë parti, duke mos pas besim te njëri tjetri, duke menduar vetëm për veten si të bëhesh vet deputet, pa diskutim që ajo mbetet e vetmi alternativë, të bëhesh qesharak në syt e opinionit publik. Nga ana tjetër, shiko, në Shqipëri ka për të pasur në këto zgjedhje diku te 2000 kandidat për deputet. Dhe janë 2000 veta, ose 2000 minus pak veta, të cilët janë duke bërë fushat me emrin e vet, më kupton? Janë të gjithë që thonë, më voto mua, më thënë një mizëri zërash që e çorientojnë tërësisht opinionin publik. Vetëm Lëvizja Bashke do bëj fushat me emrin e partisë vet. Dhe do i thotë qytetarëve, ju keni vetëm një shenjë për të vënë në fletën e votimit, është plusi te numri 2, ku është emri i Lëvizjes Bashke. Të gjitha partitë e tjera, të gjithë kandidatët e partive të tjera janë duke bërë fushat vetëm për veten e vet. Unë, ti, kushdo nga Lëvizja Bashke, ne promovojmë
Idetë tona dhe shoqet dhe shokët tanë që janë kandidat, më kupton? Pra unë nuk i them askujt më voto mua personalisht. Më kupton? Biles edhe kandidatët tonë në listat e hapura nuk thonë më voto mua personalisht. Thonë voto për Lëvizjen Bashk, sepse Lëvizja Bashk është më e rëndësishme se çdo kandidat në vetvete. Unë në faqen timia në rrjetet sociale kam bërë të njohur një pjesë të mirë të kandidatëve të Lëvizjes Bashk për treguar se me cilët njerëz do të qeverisim ne. Po jo për të thënë voto këtë, po mos voto atë tjetrin. Kushdo tjetër në Shqipërinë e sotme është duke bërë fushat individualisht, është duke bërë fushat vetëm për veten e vet, është duke përmbushur delirin e vet për të bërë deputet me çdo kusht. Më kupton? Vetëm ne jemi duke i folur qytetarëve në emër të një bashkësie, në emër të një lëvizjeje, ku të gjithë ne bashk jemi për një qëllim, që është avancimi i politikave që i shërbejnë popullit dhe interesit publik, ndërkohë që të gjithë të tjerët janë duke bërë fushat vetëm për veten e vet. Pra, imagjino një parti me 186 kandidat, ku ke 186 veta që thotë më voto mua pa dhe bota le të përmbysë. Ose më voto mua se shoku im është maskara, domethënë, mos e beson shumë. Kështu i bie. Pra këta që thonë më voto mua, janë duke thënë që këta 185 tjerët aty në listë janë më keq se unë. Ndërkohë që ne jemi duke thënë, jo, voto Lëvizjen Bashk. Dyshin, vetëm tek dyshi një X i madh, i bukur, pozitiv dhe i shëndetshëm. Pikërisht. Pra, ne jemi një parti e tërë, mbi 6.000 anëtare, shumë më tepër mbështetës, që jemi për një qëllim. Avancimin e Lëvizjes Bashk dhe avancimin e idealeve, aspiratave tona dhe politikave për interes publik. Ndërkohë që nga çdo parti tjetër ka plasur loja e individualizmit, e egoizmit smur. Më voto mua, thot ai tjetri, pa nuk ka rëndësi asgjë tjetër. Më kupton? Edhe është edhe antipolitike kjo, është, nuk e di, imagjinoj një njeri të zakonshëm, çfarë kaosi elektoral do të krijojë kjo. Imagjinoj një njeri të zakonshëm periferi Arlin që nuk është shumë i mësuar me pjesëmarrjen në procesin politik dhe elektoral, i cili ka 15 kushri që kandidojnë në 15 parti të ndryshme, edhe që kur shkojë këtë dita e votimit do t'ia vej gjithëve nga një X, sepse ai është mësuar më shumë me emrin se sa me siglën, më thënë. Edhe por ta majtë mirë me gjithë, për gjithë respektu me gjithë, do të digjen kam përshtypjen me 10 mira fletë votimi. E vërtet kjo që thua, Klodi, në zgjedhjet e kaluara 2021-shit janë djegur diku të 80.000 vota, rreth 5% është e votave janë shpallur pavlefshme, edhe pjesa më e madhe e tyre ka qenë nga tres. Dhe frika ime është që në përmes kësaj kakofonie, njerëz që thonë voto mua, pa le bota dhe bota le të përmbyset, ka për të shtuar përqindra e votave të pavlefshme. Sigurisht nuk ka për ndodhur për Lëvizjen Bashk, kjo, sepse Lëvizja Bashk ka një mesazh shumë të qartë, siç e the edhe ti. Ne kërkojmë vetëm një plus në fletën e votimit tek numri 2, aty ku është Lëvizja Bashk, mirë po partitë e tjera kanë për të ngrënë dynjan, besoj. Po fundi është kostoja e budallëqeve të tyre. Mua më vjen keq që një pjesë e qytetarëve nuk do arrijnë dot për shkak të konfuzionit që ta shprehin vullnetin e tyre. Mirë po, do duhet që ata që kanë hartuar ligjin dhe ata që kanë interpretuar ligjin të ishin menduar shumë më mirë përpara se të hynin aventurave të tilla. Ndërkohë Lëvizja Bashk është edhe e para forcë politike e cila ka prezantuar programin e saj në mënyrë denj, ashtu siç i ka hije në të vërtetë partie politike moderne, domethënë, mblodhen njerëzit me të qindra njerëz, u mbush salla plot, 177 faqe program, shokët tanë që e prezantuan janë figura dhe kandidatë shumë të mirë në këto zgjedhje, janë figura të reja, por me background madh, pothuajse prej një dekade të aktivizmit. Kemi parë ndërkohë edhe rivalet kundërshtarë tanë ose armiq tanë politik. Në njërin anë kemi Sali Berishën që del çdo ditë dhe premton 6 fishim gjithë shkaje, ka hap thesin, domethënë edhe pse nuk ka rrinë për me e thonë se ku do t'i gjej këto lek. Kjo më duhet pak e çuditshme edhe pafalshme për dikë i cili ka qenë kryeministër i vendit edhe e din se si, domethënë,
është e nevojshme kesh ekonomi për t'i rrit pensionet. Në anën tjetër kemi Edi Ramën, i cili na ka vjedhur retorikën edhe ligjëratën, që thotë se do të ta plotësoj kërkesën tuaj që themi të vendosim minimum jetik ku çdo pension minimal duhet të jetë 200.000 lekë. E sipër po mfut mandatit tim të 4, jo në fillim të mandatit 4, pavarësisht se ka 12 vjet në pushtet. Kemi edhe partitë të tjera të cilët kanë ndërtu shpejt 20 faqe si revist, domethënë si këta revistat e Konadit, e ke parasysh edhe e kanë edhe për qarkullim, publik. Ne jemi të vetmit që kemi ndërtu 177 faqe program, Arlin. Nuk e di kush do t'i lexojë 177 faqe. Ka njerëz që po i lexojnë sepse ka qytetarë që na japin përgëzimet e tyre, madje shkruajnë edhe sugjerime, kritika, sepse nuk duhet nënvlerësuar opinioni publik, domethënë. Ka shumë njerëz që duan të lexojnë, ka shumë njerëz që kanë ëndje për të kuptuar më shumë. Programi ynë mund të ishte edhe 2 fish më gjatë, sikur të përdornim të gjithë materialet që kanë ardhur për të shkruar. Mirë, po jemi përpjekur të ruajmë disa parametra sasior të shkrimit të programit. Është i gjatë sepse Shqipëria ka shumë probleme. Problemet e Shqipërisë janë edhe të thella, janë edhe komplekse. Kështu që nuk mund t'u jepet zgjidhje me 2-3 pika PowerPoint-i siç bëjnë partitë e tjera. Është të fyesh qytetarët shqiptar, nëse ti në vend të një programi të dendur të shkruar, paraqit bullet points apo pika në PowerPoint. Ne e kemi ndarë programin tonë në 4 shtylla dhe gjithsej në 22 kapituj. Para disa ditësh i prezantuam shpejt, pra aq shpejt sa mundeshim, të 22 kapituj tanë. Ata që prezantuan programin janë edhe një, le të themi, kontribusit, ndër kontribusit kryesor të aktivitetit si programi, por nga ana tjetër janë edhe kandidat shumë të rëndësishëm të lëvizjes bashkë në zgjedhjet e ardhshme. Shumica dërmuese 50 vetëve që kanë kontribuar për programin ton janë kandidat për deputet lëvizjes bashkë, secili prej tyre kompetent në fushën e vet, secili prej tyre kontribues në jetën publike, secili prej tyre do nderonte veten, lëvizjen bashkë, po edhe shoqërinë nëse do ftohej në media për të artikuluar idetë e lëvizjes bashkë për një sektor apo një sektor tjetër të ekonomisë, të jetës sociale, të politikës, edhe të gjithçka tjetër. Unë dua që ne ta përdorim këtë rast të komunikimit me publikun për të folur çik më gjatë për programin ton, duke nisur nga shteti zhvillimor. Shteti deri më sot, Klodi, në Shqipëri ka qenë grabitqar ose neglizhent. Pa kemi pas deri më sot një shtet grabitqar dhe neglizhent, dhe në vend të këtij shteti grabitqar dhe neglizhent, ne duam ndërtojmë një shtet që është zhvillimor, social dhe i drejtë. Ti e ke quajtur këtë programi i transformimit të madh. Jam i frymëzuar nga idetë e mëdha të gati një shekulli më parë të presidentit amerikan Franklin Delano Roosevelt, që në kulmin e krizës ekonomisë botërore të asokoshme nxori programin e New Deal-it ose një marrëveshje të re, një kursi të ri të politikës ekonomike dhe sociale amerikane. Unë mendoj që Shqipëria në këtë dekadë ka qenë një krizë permanente, krizë sa ekonomike, aq edhe politike, aq edhe sociale. Po tentojmë me gjitha mënyrat, kemi një shekull e ca që tentojmë për të hyrë tërësisht në modernitetin ekonomik, social dhe politik, dhe për shkak të politikave të mbrapshta dhe të përfaqësuesve të korruptuar e të dhunshëm nuk ja kemi dalë. Prandaj unë mendoj që lëvizja bashkë në qeverisje dhe programi lëvizjes bashkë do të mundsoj atë që ne aspirojmë, një transformim të madh Shqipërisë. Se nuk mund të jetë vetëm i madh transformimi që, siç thash, nga një shtet grabitqar dhe neglizhent ndërton një shtet zhvillimor, social dhe i të drejtës. Shtroj pyetja. Çfarë duhet të bëjë shteti shqiptar? Duhet të vjedh nëpërmjet koncesioneve, PPP-ve, duhet të tjetërsoj pronën e përbashkët dhe pronën private të qytetarëve për të pasuruar oligarkët siç bën deri më sot. Duhet grabis në çdo tender prokurim publik, duhet krijoj favore siç ka ndodhur deri më sot për të fortit ekonomik apo për farefisin e politikanëve. Duhet i çoj policinë për t'i rrap banorët që apo shteti duhet t'i orientoj kapitalet drejt sektorëve produktiv.
bujqësia dhe industria kanë vite që kanë hyrë në krizë dhe quhet krizë në vende të tjera, edhe kur ti rritesh më pak me një ritëm më të ngadalt nga ç'duhet rriteshe. Në Shqipëri bujqësia dhe industria janë në rënje. Pra nuk janë as në stagnacion, nuk janë as në një rritje të moderuar, janë në rënje. Shifrat e prodhimit bujqësor dhe industrial në vitet e fundit janë në rënje. Ne prodhojmë pak në bujqësi, ne prodhojmë pak në industri. Si është e mundur? Për të dalë nga kjo krizë e bujqësisë dhe industrisë, ne kemi nevojë për një shtet i cili jo vetëm lufton evazionin fiskal, korrupsionin, por edhe e nxit prodhimin bujqësor industrial përmes një politike diferencuar tatimore dhe njëkohësisht nëpërmjet subvencioneve. A e diti se Shqipëria, po të marr rastin e bujqësisë, është një nga vendet që subvencionon më pak bujqësinë në Evropë, po edhe në Ballkan. Subvencioni për kokë lope në Serbi, unë kam thënë disa herë, 3.5 herë a më shumë, më i lartë se në Shqipëri. Pra, fermeri serb merr nga shteti i vet 3.5 a 3.6 herë më shumë fonde në vit për lop se sa fermeri shqiptar. Dhe shtrojmë pyetjen pastaj ne, pse fermeri shqiptar falimenton? Pse ka rënje të produktivitetit blegtoral në Shqipëri? Po të marrë dhe një shifër tjetër. Mekanizimi i bujqësisë, traktorët. Në Shqipëri ka 0.05 traktor për një numër 100.000, për 1.000 ferma në mos gaboj, dhe shifra është, pra, për ta thënë ndryshe, në Shqipëri ka për të njëjtin numër fermash 10 herë më pak traktor se në Maqedoni e 15 herë më pak traktor se në Serbi. Pra, bujqësia e Maqedonisë dhe Serbisë, dy vendeve pranë nesh dhe në një stad të parafër zhvillimi me ne, është 10 deri 14 herë më e mekanizuar se bujqësia në Shqipëri. Dhe shtrohet pyetja pasaj pse shqiptarët largohen nga fshati, pse bujqësia dhe blegtoria janë në krizë. Ne kemi një shtet që jo vetëm subvencionon pak, por edhe subvencionon keq, sepse parat e subvencioneve nuk shkojnë te fermerët që kanë nevojë, nuk shkojnë tek fermerët që rrisin produktivitetin, por shkojnë te kushurinë dhe te patronazhistët e partisë në pushtet. Tek ata që ndërtojnë vilat e tyre në fshat dhe i quajnë investime në agroturizëm. Ferma dhe bujtina. Dhe për këtë arsye Bashkimi Evropian, ku do të na fusë Edi Rama deri në fund të mandatit të 4, se këtë po thotë, s'ka më të majtë dhe djathtë, PS e PD, ka a doni mu fut në Bashkimin Evropian ose jo, ka pezulluar fondet e bujqësisë pikërisht për shkak se ministri e bujqësisë eksponentët e tjerë të pushtetit i kanë shpërndarë këto para jo tek bujqit edhe tek fermerët, por tek kushërinë e vet. Ne kemi të ngrira fondet e IPARD-it prej kohësh dhe Edi Rama thotë që për 2 vjet do futemi në Bashkimin Evropian. Dishte dalë sot thoshte 2027, ka filluar me 2030, 2027 ka përthënë në 12 maj tani. Pritet edhe një 2-3 javë, po sta në 12 maj, një ditë mbas zgjedhjeve, do futemi në Bashkimin Evropian. Direkt. Domethënë Karagjozllëku nuk mbaron. Ne kemi kryeministër të korruptuar pa aftë, po fatkeqësisht edhe Karagjoz përveç tjerave. Kështu që problemet e Shqipërisë janë shumë thella, janë thella në bujqësi, janë të thella në industri. Industria fasone mund të ketë humbur vitet e fundit 10.000 të punësuar. Nga 60.000 mund të kenë shkuar 50.000 ose më pak të punësuar. Me 10 fabrika. E di që thotë 10.000 veta më pak në punë, e di çfarë katastrofë ekonomike është dhe sociale. Gra në periferi, shumica Arlin, se po ti shohësh edhe zona gjeografike, janë Fushkruja, është Lezhë, është Shkodra, domethënë është edhe Vlora dhe disa qytete të jugut Fier ku janë mbyllur këto fasoneri. Që do thotë që gratë, cilat këta 10.000 punëtorë nuk janë vetëm 10.000 burra. Sepse po ishin burra kanë mundësi me emigru me gjetë sektor të tjerë. Janë 10.000 gra nga periferi, domethënë, cilat sot nuk kanë më mundësi punësimi, janë pa pakt, pa puna, në pozita më dopta, të mbyllura në gardhet e shtëpisë dhe të lagjes periferike, është një katastrofë sociale. Efektet do bën akoma dhe më të rënda nëse nuk kemi atë që po thoja, shtetin zhvillimor. Shteti që thotë unë dua të më këmbë industritë e vendit, dua të më mbështes mbi fjala dhe industrinë tekstile, pse jo? Por me kushte. Do të keni subvencione shtetërore, do të keni lehtësi fiskale, por e para duhet të rrisni cilësinë e prodhimit. E dyta duhet të rrisni teknologjinë. E treta duhet të rrisni të drejtat
duhet themi respektoni drejtat në punë, pagat e punëtorëve e kështu me radhë. Nga ana tjetër, ne në programin ton kemi marrjen në kontroll nga shteti të industrive nxjerrëse dhe nxitjen e industrisë përpunuese nga do në për ekonomi shqiptare. Sot nafta shqiptare vidhet praktikisht, domethënë e nxjerr bankersi, që nuk paguan asnjë lek tatim fitimi, paguan vetëm një rent minerare, pak miliona euro në vit dhe asgjë tjetër. Pse? Sepse bankersi del çdo vit me humbje. Pra është një kompani e nxjerrjes naftës që megjithëse vit mbas viti deklarohet me humbje, nuk falimenton. Vazhdon. Madje kjo kompania mbamend kur dolën këto pagat në 2021-shin, përgjegjësi i madh i kësaj kompanie, nuk e di që kishte vënë një rrok të lemerishme vetes mujore, 300 milion lekë, ku diun çfarë. Do të thonë që është e pa tolerueshme të bësh evazion fiskal, të mos paguash taksat, tatim fitimin për shtetin në këto kushte. Ne, nëse do kemi sa afërmi mundësinë për të qeverisur Shqipërinë, do të bëjmë ç'është e mundur që kontrata me bankersin të rinegociohet dhe kur ajo të skadojë 2029-ën, ne të kemi një model komplet të ri të administrimit të burimeve në tokës shqiptare, duam të ngrejmë një fond sovran ku shteti shqiptar të jetë aksioneri madhor dhe të thith investime dhe investitor të huaj, jo vetëm në nëntokën shqiptare, por përmes këtyre investimeve të kemi mundësinë edhe të ngrem pastaj një bankë zhvillimore e cila do të jepte oksigjen sektorëve të industrive përpunuese. Se mirë i nxjerrim mineralet dhe naftën nga toka, që edhe ajo s'po bëhet mirë. Por përveç se nxjerrim nga toka, ne duhet i përpunojmë këto në Shqipëri. Duhen që në Shqipëri të ngrihen rafineri të naftës. Kanë qenë edhe i kanë shkruar. Kanë shkatruar, duhet të ngrihen fabrika të përpunimit të mineraleve të tjera, në mënyrë që vlera në treg e këtyre mineraleve, sidomos nëse i ne eksportojmë, të rritet, që ekonomia shqiptare të përfitojë më shumë. Ne na kanë kandidatuar në një vend të periferisë që vetëm nxjerrim nga nën toka, ngarkojmë kamion, i fusim traget edhe i shesim me çmim të lirë në tregun e jashtëm, si dhe pastaj kthehet i njëjti mall në Shqipëri edhe shitet shtrenjtë, sepse në Shqipëri, përveç se vjen i përpunuar nafta, vjen e përpunuar nga jashtë, në Shqipëri importuesi është monopolist, është shefqet kastrati, më kupton? Pra, humbim një herë sepse e shesim naftën bruto, në vend që ta përpunojmë vend, humbim herën e dytë sepse ai që importon naftën është monopolist dhe vendos çmimin jashtë logjikës së tregut. Kështu që kur ne për ekonominë tonë e kemi naftën e shtrenjtë, për konsumin tonë përditshëm e kemi naftën e shtrenjtë, kjo vjen si rezultat i kombinimit të mungesës një shteti zhvillimor që nxit investimet në industrinë përpunuese dhe rolit mbytës të oligarkisë që nuk bën gjë tjetër veç se tregton. Oligarkët tanë janë tregtar, janë importues, nuk janë prodhues, nuk ka asnjë oligark sot që prodhon. Të gjithë ta të famshmit ose merren me produkte nën tokës, ose kanë monopol në një aeroporta, në një autostradë e gjëra të tilla, ose merren me tregti, kanë qendra tregtare. Asnjëri nuk prodhon. Asnjë oligark sot në Shqipëri nuk ka biznese produktive. Janë rentier, janë spekulant, janë tregtar që përfitojnë nga pozitat e privilegjuara në treg dhe përfitojnë nga koncesionet e qeverisë. Në këtë sens, lufta jonë ndaj oligarkisë nuk është vetëm luftë për drejtësi shoqërore, është luftë edhe për shqirim të potencialeve ekonomike të vendit. Ne duhet të mëkëmbim ekonominë tonë dhe kjo do të nisë nga bujqësia dhe industria përpunuese dhe sigurisht do të vazhdoj pastaj edhe me turizmin e qëndrueshëm, po edhe me një model të drejtë dhe produktiv, nxitjes produktivitetit kur vjen puna tek taksat e tatimet. Dhe unë jam i mendimit Arlind se nuk ka rrugë tjetër, domethënë që njerëzit të mbeten në Shqipëri, që të ndalohet plaga e emigrimit nëse ne nuk, edhe cila do qeveri që do të vijë, nuk do të arrijë për me ndërtuar ekonomi prodhuese i ekonomi vendase. Ama ne shohim se si edhe për shembull tek partitë e reja, ta bëjmë pak më ideologjik debatin. Shohim se si pavarësisht se jemi në fund 35 viteve, edhe kemi pa domethënë se si ky privatizimet kanë qenë realisht shkatërrimtare, se si ky tregu i lirë dhe i pa kontrolluar i ka dhënë mundësinë çdo spekulanti, domethënë për të bë ato marrëveshje dhe ato pazaret e tij të pis. Ta shohim se edhe ideologjikisht, për shembull një nga akuzat që na bëhet neve, ju jeni për shkak se ne flasim për ide, flasim për program, flasim
realisht jemi të vetmit që ofrojmë rrugë alternative zhvillimi dhe nuk themi kështu frazat përgjithshme mbi këtë kapitalizmin magjik, akuzohemi sepse modeli juaj i ekonomisë është i rrezikshëm dhe vazhdojnë me këto epitetet të cilat ata vetë nuk i njohin as nuk e dinë se ç'a janë, domethënë. Si e shef këtë rrugën alternative të lëvizjes bashk? Tregu i lirë në Shqipëri nuk ekziston. Edhe unë kam frikë që në asnjë vend, në kuptimin teorik të fjalës, çdo marrëdhënie ekonomike është tërësisht e pandikuar nga shteti, kjo nuk ekziston. Është ideologji, është mit. Sigurisht na duhet tregu i lirë, kuptimi na duhet nxitja e konkurrencës. Mirë, po konkurrenca e shëndetshme nuk mund të veprojë dhe nuk mund të sjellë efektet e duhura nëse nuk ka mbikrye një shtet që orienton politika. Që përmes lehtësimit dhe vështirësimit të aksioneve ekonomike të caktuara nuk e orienton investimin e kapitalit në sektor që rrisin produktivitetin. Sepse sot, në ekonominë e sotme shqiptare, nëse ti ke kapital më njanë, ti ke një sektor ku mund të investosh për përfitime të shpejta, ndërtimi. Vetëm ndërtimi. Kupton? Sepse ndërtim ti ke një normë fitimi që mund shkojë 30-40%. Në sektorët e tjerë norma e fitimit është 8-9%. Atëherë na duhet një shtet zhvillimor i cili vendos kushte dhe nxit investimet në sektor që i kanë avantazhet afatgjata, që rrisin afatgjat prodhimin, punësimin edhe vlerën e shtuar dhe nuk synojnë thjesht përfitime sot për nesër. Prandaj ne kemi nevojë edhe për një shtet të së drejtës, edhe për një shtet që, siç thash, përmes politikave të veta nxit, orienton investimet produktive, por nga ana tjetër, pastaj kemi nevojë edhe për konkurrencë të shëndetshme. Brenda rregullave gjithmonë, brenda barazisë në treg, brenda parimeve të respektimit të drejtave në punë, të mbrojtjes mjedisit dhe të perspektivës afatgjat të ekonomisë. Përndryshe, ai që të tjerë të quhen treg të lirë, nuk është gjë tjetër vetë se lufta e të gjithëve kundër gjithëve. Kaosi i xhunglës, ku i madhi ha të voglin, ku i madhi ka edhe pushtet politik, jo vetëm pushtet ekonomik, ku i madhi falimenton të gjithë tjerët, edhe i vëmë plaçkan kurriz për të shkuar marrë rrugën e emigrimit. Është shumë interesante si të njëjtët që propagandojnë edhe tregun e lirë thonë se kur ne i bëjmë kritik oligarkisë e barazojnë oligarkun me dyqangjiun. Po. Nuk e di nëse e ke vënë re kë, domethënë, oligarkun me sipërmarrësin e vogël. Në kuptimin nuk arrin për me e bë dallimin midis edhe në të njëjtën kohë që thonë le të fitoj ky më i forti, kjo teoria më të fortit që mbyt më të voglin, në anën tjetër thonë ne jemi përvajsues të dyqangjiut edhe sipërmarrësit vogël, ndërsa ju jeni kundërshtarët e tij. Dhe kjo bëhet shpesh në kuptimin besoj si e përgjigj, po. Shiko, oligarkia është zhbërja e parimeve të një ekonomie të shëndosh. Oligarkia do të thotë që ti të kesh aktor aq të fuqishëm ekonomik dhe politik njëherazi, saqë tu pamundsoj tjerëve zhvillimin e potencialeve të veta, përmes biznesit, përmes punës, përmes kreativitetit. Oligarkia do të thotë që rregullat nuk janë të barabarta për të gjithë, ose nëse letër janë tilla, nuk janë tilla në realitet. Oligarki do të thotë kesh njerëz aq të pasur saqë ta kenë ligjin në dorë. Saqë vullnetin e tyre ta bëjnë ligj, saqë ti diktojnë parlamentit edhe qeverisë një vendi ligjet. Ti mban mend që kur erdhi puna tek incineratorët, ky zotoja Klodian Zotoja shkruante projekt ligjin që do miratohen në parlament. Dhe ky zotoja ishte oligarki dorës dytë, do të ishte nga këta hajdutët e dorës dytë. Imagjino tani çfarë bëjnë Shefqet Kastrati, Samir Manaj, Bashki Mulaj. Këta i falimentojnë gjithë bizneset e vogla, domethënë. Këta jo vetëm i falimentojnë, por këta kanë kapur shtetin. Këta bëjnë ligjet më burr. Samir Manja ka ndërhyrë, i ka premtuar Vili Ilir Meta se nxjerr spaku këtë gjë. Në 2014 për ndryshuar ligjin për minerat dhe ja ka arritur. Këta të tjerët kanë bërë që qeveria të miratoj, parlamentit miratoj ligjin e investitorëve strategjik. Të tjerë kanë bërë që qeveria të thotë do bëjmë një rrugë këtu, këtë rrugë do japim me koncesion, do kushtoj jashtëzakonisht shtrenjtë, por fitimet do jenë të sigurta për oligarkun. Edhe falimentimi i gjithë bizneseve te kjo rruga e vjetër që është mbyllur në mënyrë arbitrare. Kjo është fuqia e oligarkëve, që është fuqi ekonomike, është fuqi politike, është fuqi për të bërë ligjin. Është një tallje e madhe me demokracinë, nuk mund të kesh një sistem politik demokratik dhe të kesh oligarki ekonomike. Është kontradikt termash, më kupton?
Të thuash demokraci oligarkike është kontradikt termash. O ke oligarki, o ke demokraci. Sa kone kemi oligarki, jemi në oligarki. Mund të jetë një oligarki me zgjedhje të pjesshme, por ama vazhdon të jetë oligarki, nuk është as për së afërmi demokraci. Demokraci do të thotë qytetarët janë politikisht barabartë, që fushveprimi ekonomik të jetë, rregullat e konkurrencës të jenë të barabarta, dhe që të kemi një shtet i cili kujdeset për perspektivën afatgjatë të zhvillimit qëndrueshëm ekonomik dhe për kujdesin social. Sot Shqipëri, po shkosh të shohësh kujdesin që shteti jep me qytetarëve është një ran, ta thash 97.000 lekë është pensioni minimal. 97.000 lekë vjetra pensioni minimal, nuk të del as për bukë. Edhe djath 97.000 lekë. Ama do ta çojë 200 në fund të mandatit 4 dhe në fillim të mandatit 5. Pra ai që na thosh se ne sude pse kërkonim pension sa minimumi jetik, pension minimal sa minimumi jetik, ai tani po thot, po kopjon tezën tonë, e kopjon gabim, sigurisht si çdo kopjas, dhe thot do e bëj unë thot 200.000 lekë. Pra ky njeri që s'ka as minimumin e koherencës, lere më të tjerat, lëpin atë që ka përshtyr më herët. Dhe prap gjithë ta që thonë pension minimal 200.000 lekë ja fusin kot. Sepse pensioni minimal sipas llogarive tona duhet të jetë 21.168 lekë të reja. Më kupton? Ky duhet të jetë niveli i pensioni minimal dhe pastaj mbi bazën e këtij niveli duhet të llogaritet edhe ndihma ekonomike. Sot në Shqipëri ndihma ekonomike për familje me 4 vetë loti është maksimumi është 57.000 lekë vjetra. E më qenë domethënë 57.000 lekë të vjetra. 57.000 lekë vjetra, unë kam bërë një llogari dilin diku 38 lekë të reja ose 380 lekë për frym në ditë. 380 lekë 3.800 lekë të vjetra. Jo, 380 lekë Të vjetra. të vjetra në ditë. As 400 lekë. Llogaritë e familje me 4 vetë, pra familje me 4 vetë që merr ndihmë ekonomike. Së një blika një bukë në ditë, domethënë. Ka që është gjithë familja sipas ndihmës së shtetit. Po, aq. Ka dhe të rinë Arlin që shef që kanë humbë krah, kanë humbë sy, kanë humbë ju jep shteti 100.000 lekë vjetra, 120.000 lekë vjetra, i jetim, domethënë 120.000 lekë vjetra. Persona në aftësi të kufizuar, mbi 100 ca mijë domethënë. Nën me 3 jetima, domethënë ju jep 120.000. Nuk ka një standard, nuk ka një standard në mbështetje shtetërore. Po të marr një shembull tjetër, shëndetësia. Bëjnë studime të tjera edhe për ne. Edhe pyesin, më po sa paguan nga xhepi ky qytetar shqiptar që ka një hall shëndetësor? Sa paguan për spitalin, për ilaçet, për gjitha kostot shëndetësore. Dhe del që qytetari paguan nga xhepi 60% të kostos kujdesit vet. 60%, më kupton? Dhe këtu futet edhe kosto e korrupsionit. Po. Por edhe kostoja e, e blerjes ilaçeve s'funksionon, aparatura në spitali publik duhet shkosh në spitali privat, gjitha këto. Në vendet e zhvilluara, përqindja e pagesës nga xhepi është 20 e më pak. Në ca vende si Hollanda e Franca, 11%, 11% paguajnë nga xhepi në vit për kujdesin shëndetësor qytetari, në Shqipëri 60%. Pra në ato vende ku rrogat janë shumë të larta, paguhet shumë më pak. Këtu ku rrogat dhe tardat janë shumë të ulta, paguhet mjaft më tepër. Dhe ky është skandal. Dhe pensionet ulta, kujdes shëndetësor skandaloz. Arsim që degradon Por lidhe më shumë. Vit mbas viti, mësues të demotivuar, të paguar më keq se homologët e tyre kudo nëpër Evropë, edhe në Ballkan. Shkolla që nuk shërbejnë dot si qendra të edukimit me kohë të gjatë. Gjitha këto janë pasojat e një politike dritshkurtër që mendon pasurimin e pak vetëve, pasurimin e shpejt të pak vetëve dhe asgjë më tepër. Prandaj na duhet, siç thash, një transformim i madh, edhe ekonomik, edhe social, edhe në kuadrin e shtetit të drejtës, edhe në kuadrin e një demokracie sa më pjesëmarrëse. Pyetja e fundit është prap pyetje ideologjike, se është mirë nganjëherë kur bëhen këto dallimet. Është shumë mirë, domethënë se edhe ky është nga pasurimi ynë që kemi bë diskursit publik ose skenës publike, që kemi fut debat mbi ideologjinë dhe mbi kuptimet në politik. Ama nganjëherë më duhet sigurisht i far kurthi, se thon ka njerëz që mund të jenë edhe dashamirë që thon kush është i majt votoj Arlind Çorin. Kush është i djathtë për shembull, votoj Agron Shejaj. Kur vetë si e shohun situatën, domethënë ti sot edhe po ti je vërtet i sipërmarrës i vogël, i sipërmarrës i mesëm, domethënë edhe po ti je edhe i djathtë ideologjikisht duke pa programet, mendoj se ti duhet votosh si i majt po,
po edhe i djathtë po të jesh, domethënë bindje, duhet votosh lëvizjen mbar, se është e vetmja e cila ka një alternativë serioze për respektimin e ndarjes pushteteve, për ekonomi, domethënë që çlirohet nga këto prangat e përbindshave, siç i quanin banorët e fshatrave, përbindshja dhe kulçedra, këta oligarkët, edhe ju jep duket sikur e nis shoqërinë edhe një herë nga zeroja, domethënë i çliron potencialet, mundësitë, burimet. Fatkeqësisht në Shqipërinë e sotme kanë ende jehon përkatësitë ideologjike që lidhen me origjinën familjare dhe jo me përfaqësimin e interesave të sotme. Kështu që i majt dhe i djathtë sot Shqipëri nuk kanë të bëjnë shumë me idet, me programet, me interesat social-ekonomike, por me origjinën. Ne si Parti Moderne duam që ndarja i majt e djathtë të jetë mbi bazat e të drejtave, e të interesave të kolektiveve të sotëm social, jo të origjinës personale. Për ne, një punëtor mund të rrjedh nga një familje partizanësh apo nga një familje ballistësh, por ai mbetet punëtor dhe ai do të votojë për lëvizjen bashk, sepse është e vetmja parti që flet dhe vepron për drejtat në punë dhe për drejtat dhe dinjitetin e punëtorëve. Pensionistët mund të kenë origjina krejt ndryshme. Dikush mund të ketë qenë ish minator, tjetri mund të ketë qenë ish mësues, por ama të dy marrin pensione shumë të ulta dhe çështja e pensioneve është kryefjalë e çdo partie të smajtës moderne në perëndim. Më kupton? Kur vjen puna tek sipërmarrja e vogël, te fakti që ajo diskriminohet dhe poshtrohet nga oligarkia ekonomike, dhe këtu programi ynë, pavarësisht origjinës familjare të atij që ka një sipërmarrje të vogël, është në koherencë me interesat e tij. Kur vjen puna te shtresa e mesme, te të rinjt, idetë tona, vlerësimi sipas meritës, përparimi i shërbimeve publike si shkolla, shëndetësia, modernizimi gjithanshëm, është në favor të trinjve dhe të shtresës mesme profesioniste. Kur vjen puna tek bujqit, te fermerët, edhe aty një shtet që mbështet bujqësinë, që është në traditën më të mirë të smajtës perëndimore. Kupton? Është përsëri në koherencë me programin dhe me idetë e lëvizjes bashkë. Prandaj thirrja jon është thirrje për shumicën dërmuese të qytetarëve. Sepse lëvizja bashkë do jetë një lëvizje që në parlament dhe jashtë parlamentit ka për të mbrojtur të drejtat, interesat dhe nevojat e shumicës dërmuese të qytetarëve. Por ne kemi edhe një virtyt që na çon përtej klasave dhe shtresave shoqërore. Se këto që përmendëm deri më tani ishin ja 6 shtresa ose klasa shoqërore. Por ne kemi edhe një virtyt që na e çon apelin ton edhe aty ku nga pemë ideologjike nuk është kemi në një afrit madhe, që është ndershmëria. Kur ti ke një parti njerëzish ndershëm, që duan që ligji të zbatohet, që ligji të jetë i drejtë dhe zbatohet, që të mos ketë korrupsion, që të mos ketë kapje të shtetit, ky mesazh shkon pozitivisht edhe në veshët e një sipërmarrësi më të madh, që s'është oligark. Më kupton? Sepse ai ndoshta do paguaj një çik më shumë taksa, po s'do paguaj haraç. Po s'do paguaj haraçin e korrupsionit. Ai do duhet të respektojë drejtat e punëtorëve, por nuk do ketë një shtet që do ja mbyll biznesin sepse do t'i hap rrugë një oligarku apo kushuririt ministrit apo të kryeministrit. Prandaj po them që mesazhi ynë është transversal, shkon kudo përveç se te oligarkia ekonomike dhe tek elita e korruptuar politike. Pra është një mesazh emancipues, është një mesazh për transformimin e madh të Shqipërisë. Prandaj ne do kërkojmë mbështetjen e qytetarëve nga do. Tek punëtorët, tek shtresa e mesme, te të rinjt, te pensionistët, te bujqit, te sipërmarrësit e vegjël, te sipërmarrja çik më e madhe që do të ketë ose që ka një aspirat industrializuese, tek zhvillimi dhe modernizimi i bujqësisë, te në punësit e ndershëm të shtetit, te mësuesët, te policët, tek zjarfiksit, te postierët, kudo. Ngado, te edukatorët, ngado që lind nevoja ose lind vetdia se gjërat duhet ndryshojnë me themel. Edhe me këtë mesazh pozitiv them ta mbyllim, ne do ta vazhdonim sigurisht diskutimin dhe me orë të tëra, por minutazhi është drejt mbarimit. Ju falenderojmë gjithëve që na ndoqët.
ju ftojmë që t'jepni like, të bëni share, ta çoni zërin ton sa më larg si në podcastet e tjera, edhe besoj se t'ju kemi shërbyer me këtë bisedën ton të vogël politike. Shihemi në podcastet e radhës, shihemi në rrugë, shihemi në mitingje, shihemi në protesta, shihemi në muajin më të flak të Arlind dhe më të zjarrt të aktivitetit politik. Edhe për këtë na bie rasti t'i falenderojmë edhe aktivistët, antarët, simpatizantët, të cilët kanë qenë të pakursyër me mbështetjen e tyre këto kohë. Mirë pra, shifemi.